Maqedonia e Veriut tash ka punë me Brukselin. Negociatat, presionet duhet bërë tek Bashkimi Evropian dhe gjej mënyra që të zhbllokojë procesin e negociatave. Kështu thot për televizionin Koa analisti politik Xhelal Neziri teksa komenton ngërçin e eurointegrimeve të Maqedonisë së Veriut. Sipas tij, Sofia mendon se ka kryer punën e vet me shkupin zyrtar më 2022, kur u miratua propozimi francez dhe nga aty nuk kanë se çfarë humb kohë në bisedimet e drejtpërdrejta me Maqedoninë e Veriut. Por përse kryeministri Mickoski deklaron se jemi të gatshëm që me dekada të presim dhe të mos bëhemi pjesë të Bashkimit Evropian. Sipas Nezirit, Maqedonia e Veriut, sikurse Bosnia e Hercegovina dhe Mali i Zi, janë peng të ndikimit serb në rajon. Serbia ka kohë që ja bën me dije Bashkimit Evropian se ajo është lider e Ballkanit, pra Serbia është shtet lider në Ballkan dhe si e tillë nuk duhet të përfshihen shtetet tjera para saj, për shkak se pastaj mund të përdorin edhe drejtën e vetës. Pra ajo që pretendon ose që këmbgul Serbia është që ose në pako të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, të Ballkanit Perëndimor falni, ose do të ballafaqoheni me pengesa në antarësimin e shteteve tjera më të vogla në rajon. Sipas Nezirit, Serbia pretendon të jetë lidere në Ballkanin Perëndimor dhe këtë e bën në Maqedoni, në Maltëzi tenton ta bëjë dhe e bën edhe me Bosnjë Hercegovinën, po ashtu ka ndikim edhe në pjesën veriore të Kosovës, kurse në Shqipëri ka më pak qasje. Në këtë aspekt duhet ta shohim edhe këmbguljen e Mickoskit dhe jo vetëm të atij, po të gjithë establishmentit maqedonas, i cili është i pozicionuar në një qëndrim të ashpër anti-bullgar, ndërkohë që nuk ka shumë arsye për atë. Çfarë do të bënte, çfarë do të shkaktonte përfshirja e bullgarëve etnik në preambullën e kushtetutës ku janë edhe 5-6 popull të tjerë, asgjë nuk do të përfshindemi, po ngecja për në integrimin në Bashkimin Evropian i adresohet pikërisht këtij problemi që është një problem më tepër, do të thoja, më tepër artificial, për të arsyetuar se pse vendi nuk lëviz, sesa është një problem real. Problemi real është Serbia, vazhdon të këmbgul analisti Xhelal Neziri, duke alarmuar se çmimin e këtij skenari serb e paguajmë edhe ne si qytetarë shqiptar. Nëse do të ishte përcaktimi serb që të integrohen në Bashkimin Evropian, atëherë kapitulli 31 nënkupton rreshtimin e Serbisë, harmonizimin e politikës jashtme të Serbisë komplet me atë të Bashkimit Evropian, që nënkupton sanksionet ndaj Rusisë, ndërprerje të bashkëpunimit ushtarak me Kinën e kështu me radhë. Pra gjë që nuk i konvenon Serbisë. Andaj edhe kjo status quo është skenar serb dhe fatkeqësisht çmimin e këtij skenari paguajmë edhe ne si qytetarë shqiptar. Kur jemi te ngërçi i eurointegrimeve, mediat maqedonase njoftojnë se një non-paper po qarkullon në Parlamentin Evropian si nismë e raportuesit Thomas Vajc, siç thuhet për zbardhjen e plotë të paqartësive lidhur me protokollin me Bullgarinë. Dokumenti përmes 7 pikave arsyeton kërkesën lidhur me amendamentin 108 për raportin për Maqedoninë dhe u bën thirrje grupeve politike të sigurojnë mbështetje më të gjerë për miratim në Komitetin për Politikë të Jashtme në muajin maj.